Ah, Marioni. Ai, po marrën edhe pak. Vlashe. A mund e vol më shprej? S'ka majs jam të improvizu, tash s'do maj më shënime. E kam thënë Havion që do të bëjnë show Rëzana, diçka do bëjnë. Komplimenta edhe për Gjestin edhe për Rozanën. Për Gjestin sidomos, sepse Gjesti ka 2 muaj që s'di me fol. Sonte, kretë në shtë situata, ka argument, ka piketa, ku me gjush, ku me ashtu. Jo, ndoshta është rezervu, po them që e kam mësuar, ndoshta është rezervu për fillojnë këto momentet kur duhet është, a kupton? Nëse e ka bëj kështu Allah i qoftë. Por edhe për Rozanin, që Rozana vazhdimisht përdor pra këto mërojmë drejtat e grave, mërojmë drejtat e gejve, e tanë këty në LBT, GBTV, edhe nga një herë, jo nga një herë, po në shumicën e rasteve këta janë shpik për më u përdor. Nuk janë shpik përse është drejt me pas këtë gjë. Kështu që jallaja përdesë janë shpik për mi përdor, që kujdes maj distancën, mos mu bën stalker, se duhet se je për ndjekës, se je duke më pa po më cënën nga thmim seksuale kështu, përdesë e kanë shpik. Këto që kritikojnë e kanë shpik këta, se janë qysa. Këto qysa, këto që dojnë me pas jetën në thjesht, duke u anku, edhe ajo i përdor. Shumë bukur. Unë prandaj pëlqejnë këto gjanat edhe, pse po më vjen se jam me rob de chambre, sikur ajo s'është fut ndush me te. Po, edhe të bëhet një pjesë prime për ampau, imagjino me menu gjana më intime ose që po shohim në për Big Brother e tjerë. Jo, a dikush është mbrojtësi i këtyre gjanave? Nuk është Rozana. Rozana i përdor. Mbrojtësi i këtyre gjanave është Neda, se s'mundesh ti se opinionistat, këto që shpalosin rregulla dhe nene. A kupton? Neda është. Jena pak botë drejt marmari, a kupton? I vjen me plas kur ka drejt mi i përdor Rozana. Neda është ajo që i vjen me plas, nuk i vjen me plas as Gjestit, as Rozanës, as mua, as ty. I vjen me plas Nedës, ajo tregon ka rregulla perëndimi. Mirë, pa a shef për çfarë diskutohet më? Për tema ampau as mpau më. Me po e femën sot në 2025-ën, si do me është demek në thonjza, është kjo e drejta e hapësirës time dhe të mos ndjerit i ngacmuar seksualisht. Në shtëpi tane dhe kur të dalësh dikush po shef ti i thut se kam drejtën time. Aty mbrapa është një lojë. Jo më radh aty mbrapa, kudo. Bet poshtë. Tu ngacmimi seksual, po dënohet kudo më tjetër. Tu është fitore e madhe ba me pa dikën më puth më valla. Ba më puth ne na duket sikur kena kaluar Norvegjin. Nërkohë janë të marrë pau kur ishte atu la, po domethënë ka kot. Mendoj që jena shumë të mrapa metën për këto gjëna. Mendoj që janë të unë mendoj s'ka pasi me kanë shumë i pa. Big Brother të tjera apo jo më. Jo se bëjnë dashurim, atë po mas e bëjnë natyrshëm, po mënyrën e si rrin natyrshëm, nuk rrin me kompleks, ma ajo ka kompleks të shi se mpau ose ajo bën për do të më pa për mushmang, për me shmang. Se s'ka mundësi. Me shmang edhe me përdor. Po është çfarë temash përdorim, mos atu të kena temat. Po normal mos e s'ka temë tjetër se s'po bëjnë as i vet kuqe. Mos marr bor 2025 në Shqipëri halatu për ampas pemë. Toni, ai të vuri pak a shumë diçka. Lajerti është në zonë si urt në fund bankave që e ka lënë klasën duke mos dhënë asnjë përgjigje, po duke hesht. Gradualisht. Ke Gertën që nuk ka shkaktuar si gjë vet, por ka komentuar siç ka shkaktuar tjerë dhe i ka demaskuar, po kjo është me pas diçka. Ke Gjestin që ka me vrull të madh dhe mandej ka thënë vetëm ton kohën që un jam tu mundu me kanë legjend sepse do bëj 200 ditë në Big Brother. A kupton? Ke Eglin që nuk e di pse i thot truni, po një ashtu lloj mendje kjo dynjë. Egli është komplet mendje e veçantë që kujton se një ashtu duket mirë. Edhe ashtu i bën mirë, duke vet mohimi i duket gjë e mirë, domethënë. Ke Rozanën që i përdor tani ta elementet si mpreku, si mund të thush ti, jo, nuk thash ndoshta, thash mbase. A kupton? Po normal, po do t'i përdorin ajo, të tanë, a kupton tani aty bëj kështu. Secili ka dhënë nga i profil të vogël, tint, edhe asnjë gjë e madhe nuk do. I tu jena tu diskutuana që a ka një litar fort të për më vëllë, se... Edhe që shin mitor të harrova.
edhe përdorimin e e spektaklit më të shtrenjtë një për haqe personale, neta. Neta, po. Edhe Të marrësh, të shkosh me punu dikun, që me fillu punë me rrogë, se ajo është me rrogë, për me kenë transparent me publikun me mendimin që ke etjera, dhe ta gjush në tëna format, unë nuk e di dhe më thënë, si mund të lejojnë vetë produksioni që dikush ta përdori tanët prodhim spektakular, shtrejtet, moderne tjera, për me la haqet neta. Me rëzon. Fjala e Arbit është fjala e vletma. Arbi del zot Rëzana është pretendente për me fitu. Arbi Sean Kelly, bilen 3 sot që janë dominun, Kelly ka me dojnë. Mes Aldo. Unë e shoh opinionin e Arbrit edhe si gjithë pranuar nga publiku në përgjithësi. Pra nuk është vetë vllajt madh, është edhe e publikut. Ledioni sot tërëq, i tha Kelly, tërëq, veç se s'kam që bëjmë me këto 3 nominimit që këna sot, sa për shpjeta me Aldo Fjozi dhe Gertis del Kelly. Se ja tha tërëq. Edhe Arbi e tha, si ato skuthleqet e Kellit, pra, indirekt i tha, je një skuth. Por i dalën dhe njerëzit e pasin qertë, i dhaj, do të dalin dikur, edhe do të japin lloj. Pra, Kelly, vetëm sot shqyqyrë, pas një zingjirë, sot është Kelly i dalën, ata kanë kryme me Kelly. Ashtë pak ata do të kenë kështu me elektricitet që se kur dhe me zgjerë. Ashtë pak e dediku me kjo, që kjo ka bë fjalë me një këngëtare tjetër që e ka emrin e Rowena Stefa, si që banë konflikt me kjo doktor në shtëpi, dhe kanë ngatru konfliktin televiziv që ka pas konfront, jo me flok, me një situatë që i ka ndodhur jashtë me një personazh tjetër, dhe ky Kelly që ka lidh, që ka bë fjalë po me flok te asoj jashtë. Pra, po bëja punën duke këtë do të ma tregosh i tha, kur del, me kërcënim, do të ma tregosh ti kur ti dalësh. Pra, edhe fillon tash nes po na del gjykatës tonë, po i del koha mu marr me çështje të rënda. Imagjino mu marrësh a kishte drejt Kelly apo Rëzana kur akuzoi Kelly Rëzanën që është gul floksh. Imagjinoje një gjykatë kur e marrën procesin e tyne. Në 2063 joni. Prandaj edhe këto gjëra kot sa për me në çoj nëna me lagoje janë këto kërcënime dhe me do ta tregojmë këtu, domos përgjithësi për këtë. Që ta hapja marrë punën e këtyne infove kështu, po nuk i dënoj kush. Nuk i dënoj kush. Bolli thonë që keni përdorur informacionin e keni bën sikur nuk dënoj kush. Presim se ndoshta hapim në mënyrë të veçantë, mëne. Po fair nuk është e kena thënë, nuk është fair kjo që din plus i disinformojnë, si puna e Kelly, që disinformojnë. Nëse unë du me komplementu sot për mënyrën se si e nditë të gjane dhe se si e argumentote. Aja vetëm kur bëhet si zhele e gjesit, del një ish përfiturum. Në momenti që është vetëm dhe i japin hapësinin me kënë vetëm, aja argumenton shumë mirë, por e ka në vetën aja s'din me dojnë nga kjo situata me gjesin. E pa ditë ftyra shumë me gjesin, kështu që aja këtë banë si në i moment sigura vetëm edhe banë argumenton. Ja renditi shumë mirë rëzancë, Tanallu Samir ka me morën me i majtë mëndë qysh atërë, se shumë e fështirë me i rendit më ashtu. A shumë e fështirë, nuk i majtë mëndë. Pa ja pra, i renditi për të kundërtën, dhe më thonë, i renditi si kur i ka thonë Rëzana, diçka që i ka thonë Igli Rëzanë, sa kuptan është lëmë shkrete, së shmërë. Nofta. Po ju kush jeni që komentoni më shkur një komentus? Malvina, Stefa, po ju kush jeni që komentoni? Ne komentojmë për 732.000 palë qefe. Si ke drejt edhe ti me hi me në në gju, por ke drejt me hi edhe mës me në në gju. Edhe me ik fare edhe mës me pyt. Mës me në pyt as ne me në që ke ik. Po, ju ku shini, shfuar pytin mo. Si ka dojnë koha me hi. Unë jam Mario, ky është Joni, gëzojmë që ju njoftëm. Si ka dojnë koha me hi, më me shkryt, më si ka dojnë koha, mor. Ati. Përshëndetje Kavaja, përshëndetje Usa, përshëndetje gjithve, përshëndetje të tonë, na mjaftojnë të zjermat tonë, kështu që ato zjermat që vënë pikpyetje kush jeni si jeni, ose si pëlqen ka herë batuta jonë. Ja mathin, Usain Bolt, direct security. Si përfundim, Gerta është më sakta. Gerta është më sakta për argument, por nuk e ka prej asaj killers tamam të ftoft. Ja fut ka herë shput. Dhe me që unë e gjeta si këta 4 janë bashkë.
Ta katër janë bosh, ta kryejnë situata më, do të thonë se janë 8-4 bosh. Sa ata kanë përfunduar tash në degradime, s'mund të jenë bosh, nëse janë bosh, shkojnë përmendin familjen e një tjetër, do janë bosh, unë se besoj. Kështu që kot doshin me Allon edhe këtë sigurisht ka një hot tjetër gjë që Gerda i ka gjetë që janë të katër. Argumentin e ka sakt, e më pëlqen që ja vetëm, vazhdon me kanë vetëm, por ka dhe në hati, pra nuk është lojtar. Po na qojnë përshëndetje janë që nga Sarreqi e deri në Boston. Domethënë, imagjinoj pak shtrirjen e hartës, kjo harta që ka mund të mbrapa nuk mjafton as për te jo që. Ju çfarë doni? Duhet mi përshëndet. Ju çfarë doni këtu? Nga Sarreqi në Boston. Nga Sarreqi në Boston. Përshëndetje Sarreqi, përshëndetje Boston. Duket qartë. Edhe Italia. Duket qartë që herë Gjesit ja bën qefin, herë Zanc i ndihmojnë. Ka një trend, duket një trend që është 3 javë para se me marru, ka një trend që duket qartë se unë Arbin në gjej se Arbi është vllai i madh, edhe shoh tendencën që ka Rëzanin. Arbi është publiku pra, se ke ja nuk është publiku. Ja, ke gabim, Arbi është gjithmonë publiku. Se ke kuptu ta. Vjen keq. Ja, nuk është publiku. E baj me pyetësor, do ta baj me pyetësor, na komentoni te video në YouTube, se këtu s'ngelet Gjosena live në YouTube. Si mendoni, Arbri është vllai i madh apo është publiku? A, vllai i madh është Joni thotë që Arbri është vllai i madh, B, unë them që Arbri është zëri i publikut në përgjithësi. Arbri përfaqësuesi i vllait të madh. Filloj, do ta verifikojmë. Komentoni edhe subscribe me që shkoni për rrugë atje. Puç. Subscribe.